Në të gjithë territorin e vendit po vijon puna për lirimin e hapësirave publike dhe ndërtimet e paligjshme. Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme i paraprin zbatimit të programit Rilindja Urbane 2, e cila synon të kthejë lidhshmëri në territor, duke sjellë zhvillim për komunitetin. Kryeministri Edi Rama përcolli në rrjetet sociale pamje nga një tjetër ndërhyrje e forcave të IKMT-s në Hanin e Hotit dhe thekson se po vijon puna për të liruar hapësirat publike të zaptuara. Qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që i shkelin ato. Shumë raste shkeljesh raportohen nga vetë qytetarët në portalin e dedikuar për këtë qëllim, Hapësira ime publike, ku deri tani rezultojnë 16.487 raste të denoncuara, nga të cilat janë zgjedhur 12.610 raste, ndërsa 3.877 të tjera janë në proces shqyrtimi. E konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo një aksion i përkohshëm. Kjo nismë, e cila ka nisur nga zbatimi në muajin korrik, po vijon me prioritet në të gjithë territorin e vendit.